Dhe sipas mendimit tim, mendoj që partitë opozitare do të ishte shumë më mirë, Katerina, që të thirrën vëmendjes dhe të qesin shtetin, pra Republikën e Kosovës në prioritet dhe të mos bëjnë kalkulime politike që e bllokojnë gjithë këtë proces dhe pastaj pasojat i mbartin qytetarët, sepse qytetarët kanë votuar që ne të kemi institucione funksionale dhe jo institucione me të cilat tash sa kohë ne po përballemi pra kemi institucione që ende janë në detyrë, janë bërë më shumë se një vit dhe kjo nuk i kontribon një shteti demokratik si që jemi ne. Ne duhet të jemi pra në atë rrugë në të cilën me 6 gusht, jo vetëse të zgjidhet pra të bëhet pra konstituimi i kuvendit, por që të kemi edhe emrin pastaj edhe për çështjen e presidentit që më njëherë të kemi pra formimin e gjitha institucioneve tona dhe pastaj të kemi edhe